Zgjolli ta uroi ditën nga kantieri i punimeve në hyrjen e Shkodrës, ku tashmë ka nisur asfaltimi i saj. Ministre e Infrastrukturës dhe Energjetikës Belinda Balluku në rrjetin social Facebook shkruan: "Mirëmëngjes nga kantieri i punimeve për hyrjen e re të Shkodrës, ku ka nisur hedhja shtresave asfaltike për të lehtësuar qarkullimin e automjeteve. Investimi që po kryhet në këtë zonë me vlerë rreth 10 milion euro nga harku i Bërdicës deri te kura e Baçallëkut është i ndarë në 3 fronte. Në një anë të rrugës po hidhet shtresa asfaltike, ndërsa në 2 segmente të tjera po kryen punimet nëntoksore. Paralelisht ka nisur edhe faza e realizimit pilotave për ndërtimin e urës së re." Aktualisht punimet në hyrjen e Shkodrës, në segmentin nga kthesa Vilipojës deri në ura të Bunës, punimet po ecin shumë mirë. E kemi ndarë në 3 segmente. Në një segment për 500 metrash kanë filluar shtresat asfaltike. Në 2 segmente të tjera punohet me infrastrukturën nëntoksore, në kuptoj kanalizimin e urave të shiut, linjat e rezervë, ndryshimin rrugor etj. Gjithashtu kemi filluar punimet dhe tek ura e Baçallëkut. Jemi në fazën e realizimit pilotave. Për shkak të fluksit të shtuar të automjeteve në sezonin turistik, puna është organizuar në mënyrë që të shmanget bllokimi i trafikut, duke garantuar qarkullim të vazhdueshëm për banorët dhe vizitorët, thot inxhinieri Kurti. Lidhur me trafikun, ne kemi marrë gjithë masat e duhura për menaxhimin e trafikut, me cejlistikët përkatëse. Po edhe fakti që një pjesë e kemi asfaltuar ka të bëjë me menaxhimin që kemi menduar ne për devijimin e trafikut në mënyrë që të realizojmë punimet në pjesën e mbetura. Ky projekt është pjesë e një strategjie më të gjerë për modernizimin e infrastrukturës rrugore në Shkodër, duke përmirësuar aksesin, sigurinë dhe cilësinë e jetesës për banorët dhe vizitorët.